U rikthyem sërish në studio për të vazhduar tashmë rrjedhën e emisionit ton, padyshim me intervistën e parë në kuadër këtij emisioni për sot dhe me mysafirën e ftuar. Unë në këtë studio kam Violeta Hasani nga komuniteti lokal Siguria Publike Qendra në Prishtinë. Mirëmëngjes, mirë se erdha Violeta. Mirëmëngjes, Violeta. Është kënaqësi që të kam në studio dhe për të folur për diçka vërtet interesante, vërtet bukur që jeni duke realizuar ju si komunitet. Mirë po, duke u ndalur në atë parte e komuniteti, do doja të dija që kujt i del në ndihmë komuniteti juaj. Komiteti lokal Siguria Publike Qendra ju del në ndihmë qytetarëve. Po, është domethënë në shërbim. Është pjesë e policisë dhe komunës. Mirë po, duke qenë pjesë e policisë dhe e komunës, ju funksiononi që 2 vite, apo që nga viti 2014. Dhe sa jo kam përkrahur, do thosha më tepër, si policia, po ashtu edhe komuna. Policia, stacioni policor Qendra, në bashkëpunim me komandantin apo kapitenin, zotri Dritoni Meri, jemi në bashkëpunim shumë mirë fillë që thonë. Kemi një bashkëpunim ngushtë me ta, në 24 orë është i gatshëm të na ofron ndihmën që na e kërkojmë atë. Zakonisht çfarë ndihmë kërkoni juve duke qenë pjesë në një komiteti lokal që dilën ndihmë qytetarëve? Zakonisht cilat janë ndihmët që më shumë të juve ju adresohen dhe juve faktikisht kërkoni, po ashtu policisë njëherë dhe komunës? Na si komitet lokal nuk kemi drejtën e zbatimit të ligjit, mirë po kemi drejtën për me adresu problemet. Po të cilës natyrë janë këto probleme? Problemet janë si të përgjithshme. Në çdo natyrë kemi probleme. Domethënë janë të natyrave të ndryshme. Jeni duke realizuar faktikisht vitin që lan pas realizuat një projekt, tashmë keni për të adresuar projektin e radhës. Për çfarë bëhet fjalë në këtë projekt? Projektin e radhës jemi dakorduar mes vetë dhe kemi ardhur në pëlqim me bë kamera për siguri publike në Sheshme. Vetëm në lokacionin e Sheshit? Në lokacionin e Sheshit, po. Vetëm aty. E projekti vitit kaluar çka ka pas qëllim, domethënë cili ka qenë qëllimi dhe çka mundet me realizojë? Projektin e vitit kaluar e kemi realizuar në kopshtin e fëmijëve Buzëqeshja në Prishtinë, mbasi që kemi bë verifikimin në faj Konic, në Meto Bajraktar edhe sipas dhomave që kemi nxjerrë nga terreni, kemi pa që këtu në Buzëqeshja është e nevojshme dhe ju kemi dedikuar 3.000 euro mbulesa çarshafa për fëmijë. Po. Se e takon projekti që do të pritin të realizoni, që i takon sigurisë në Sheshin këtu në kryeqytet, projekti i radhës, sepse viti sapo ka filluar dhe nuk besoj që do mbetemi me këtë projekt apo jo? Absolutisht jo. I kemi mrena vitit 2 projekte nga komiteti lokal. Këto projekte financohen nga ambasada norvegjeze dhe implementohen nëpërmes OSBE-s. Dhe cilat janë pra ato projekte që do të cilni? Domethënë çka mendoni projektin e radhës? Projektin e radhës po mendojna kamera për shkak të me u ofru qytetarëve. Jo të këtij projekti që tjetrit po mendoj. Besoj që do tjetrit me kamera. Domethënë të tjetë padyshim edhe ky njëri nga Violeta, nëse e ke përshtuar diçka në fund të intervistës? Kisha dashur me shtu vetëm me përshëndet komunën, drejtorinë e shërbimeve publike, dhe stacionin e policor Qendra Prishtinë në krye me komandantin kapiten Dritoni Merin, i cili vazhdimisht na përkron në çdo aspekt. Sa që ne kemi nevojë aty, derën e kemi qelën për çdo përkraje dhe ajfere Xhigullin, i cili është rreshtere e stacionit policor Qendra, mirë po vazhdimisht jemi dy të kemi qelt aty. Faleminderit shumë edhe juve, ju uroj shumë suksese në komunitetin lokal Siguria e Qendra këtu në Prishtinë. Faleminderit edhe një herë, ju uroj suksese. Do vazhdojmë emisionin ton me një këngë, duke u rikthyer në studio pastaj dhe do vazhdojmë më një herë me storia.